Doktor, një vajzë nga Brazili është ndaluar në aeroport pasi nuk mundën ta identifikonin dot bazuar në pasaportën që mbante me vete si pasojë të disa operacione plastike që kishte bërë. Pyetja ime është sa pas sa operacionesh ti mund mos njifesh fare? Ne duhet të themi që karakteristikat e fytyrës tonë kemi makineri të sofistikuara të cilat sigurisht mund të arrijnë dhe në aeroporte të njohin personin, sepse merren analiza specifike, domethënë vlerësohet syri, vlerësohet buzën. Por në këtë lloj rasti, më thënë lexova edhe unë lajmin, pacientja kishte bërë më shumë se 15 ndërhyrje duke shpenzuar një shifër maramëndse për të arritur të modifikojë format klasike. Duhet të themi që fytyra jon ka proporcione dhe ka proporcione të cilat po të vemi ti masim ndahet në trekëndsh perfekt dhe në trekëndsh perfekt që të gjitha duhet të jenë në një mënyrë proporcionale. Në momentin që fytyra bëhet me cepa, po flas kur përdoret një filer ose kur përdoret një acid hyaluronik ose kur përdoret diam dhe normalisht nuk futet në ato proporcionet perfekte të Fibonacci, i cili është ai numri perfekt që nuk ka të mbaruar 1/666, automatikisht nuk është harmonike, nuk është më e bukur. E bukura në ditën e sotshme nuk është pacienti i cili bën gjëra të egzageruara për të tërhequr vëmendjen. I bukur është pacienti i cili kalon në rrugë dhe njerëzit nuk arrin ta kuptojnë çfarë ka bërë, çfarë ndryrë ka bërë, edhe thon shiko sa i bukur është. Ne nuk duhet të tërhiqemi nga trendi i momentit. Pacientët po dhe kirurgët plastik shpeshherë me thënë ose dermatologët mund të gabojnë duke tërhequr atë trendin e momentit duke kërkuar të kënaqin pacientin. Duhet të themi që mjeku është një person i cili ka një fuqi totale për të vendosur çfarë lloj trajtimi duhet të bëjë te pacienti dhe është ai i cili duhet të thojë dhe jo në momentin që pacienti kërkon gjëra të egzageruara. Sigurisht tu është një polemik tjetër sepse ai pacienti do iki nga ajo klinika apo nga ai mjek do vej diku tjetër dhe sigurisht do ta bëj atë gjë. Më ka ndodhur, mund të kem përcjell një pacient dhe ka ardhur këtu për arsye të tjera, domethënë sepse e ka arritur të bëj atë lloj trajtimi që kishte kërkuar këtu, që nuk e bëra diku tjetër. Domethënë nëse ka ndarë mendje pacienti, do apo nuk do mjeku në shumicën e rasteve e ka ndarë mendje dhe do ta bëj atë lloj trajtimi. Neve kemi për detyrë që mos të bëjmë gjëra të egzageruara. Në këtë lloj rasti, pacienti kishte bërë gjëra të egzageruara, kishte ndryshuar formën e syrit, kishte ndryshuar formën e mozave, të xigomatikut, pra nuk u njohit nga të themi nga kamerat. Ekziston edhe një element tjetër që neve nuk duhet ta arrijmë si vendet tona fqinj se duke u shtruar në Angli, ekziston një video në Angli ku tregon një pacient anglez i cili kishte vajtur në një vend fqinj te neve që është Turqia dhe po kthehej në Londër dhe në momentin që i japën pasaportën, pacienti kishte ndryshuar formën, kishte si barzalet, por anglezët po e përdornin, kishte bërë dhëmbët dhe kishte ndryshuar dhe kishte bërë dhe flokët, edhe në moment që e pyeti ku ke udhëtuar, i tha në Turqi, ok, i tha kalo. Në pasaportë ishte person totalisht ndryshe. Në këtë lloj rasti në Brazil ndodhi realiteti që e ndaluan vajzën, por bukuria është harmoni, është proporcione dhe gjërat e vogla gradualisht në moshën e duhur është shumë e rëndësishme mosha e duhur. Nuk duhet të ndryshojmë apo të modifikojmë forma në moshë të re. Mosha në vetvete duke kaluar vitet modifikohet trupi jon dhe nëse ka për të korrigjuar diçka, në atë moment mund ta korrigjojmë me gjëra të vogla relativisht. Shpesh njerëzit pendohen për tatuazhet që bëjnë dhe duan që t'i fshinë. Çfarë teknologjish përdoren zakonisht për fshirjen e tatuazheve pa dëmtuar trupin, lëkurën? Duhet të themi që tatuazhet ekzistojnë në antikitetin dhe normalisht njerëzit bëjnë tatuazhe për arsye bindje ose për arsye sepse i lidh me një eveniment jetës së tyre, me diçka që i kujton një eveniment të bukur. Sa e thjesht është për të bërë një tatuazh, aq e vështirë është për ta hequr. Nëse nuk ke makinerinë e duhur, nuk arrin ta heqësh thjesht. Normalisht nevojiten disa seanca, 5 deri në 8 seanca mesatarisht për të hequr pjesën e pigmentit të tatuazhit. Këtu varet shpeshherë nga sa i mirë ka qenë apo jo tatuatori, sa thellësi është përdorur dhe çfarë lloj pigmenti është përdorur për të hequr tatuazhin. Sot kemi teknologjinë për të hequr ato tatuazhe të cilat janë me ngjyra të ndryshme, si mund të jetë kuqja, jeshilja, e verdha, që më përpara nuk e kishim dhe mundeshim të hiqnim vetëm ato tatuazhe që ishin të zeza ose blu.
Ajo që duhet të thënë është që mesatarisht mund bëhet një seancë nga 30 ditë deri në 60 ditë dhe nevojitet një mesatar e mirë me një lazer të mirë që është minimumi 5-6 seanca. Duke thënë këtë gjë, pacienti në momentin e trajtimit ose të heqë tatuazhet sigurisht nuk ka dhimbje sepse shoqërohet me një krem anestezie ose me një kuler dhe duhet të thënë që para se të marrësh një vendim qoftë për të bërë tatuazh dhe qoftë për të hequr, duhet të mendohet shumë mirë sepse në moment që i futesh heqjes të një tatuazhi me lazer, duhet të jetë një lazer që quhet Q-switch ose një piko laser që janë më të avancuarat dhe sigurisht e këshillueshme që të bëhet në një klinikë mjekësore sepse fjala lazer vjen nga një akronim që është Light Amplification System dhe normalisht duhet të ekzistojë një specialist i kirurgjisë plastike ose dermatologjisë që të njohë këtë lloj makinerie, të kuptojë fuqinë e lazerit për të arritur të japi energjinë e duhur që mos të kemi ato problematika që neve shikojmë shpesh me thënë shumë pacient që duke filluar nga gjëra më banale që është pjesa e vetuave, shumica e rasteve vijnë pacientë dhe thonë kërkova ta heq me lazer, po mu zverdh. Një kjo. E dyta shpesh shikojmë problematika të tjera në trup që mund të jenë trajtimi për heqjen e një tatuazhi, por tatuazhi është sfumuar ose është bërë i bardhë sepse nuk ka qenë lazer i duhur. Dhe akoma më shpesh shikojmë pacientë të cilët janë trajtuar për të hequr një tatuazh dhe në pjesën e lëkurës kanë krijuar një cikatrishe, një plag hipertrofike, sepse në vetvete ka reaguar, të themi, lëkura, karshi pigmentit të tatuazhit dhe në këtë lloj mënyre bëhet akoma më vështirë puna dhe për ta hequr, sepse është një reaksion e trupit ndaj ngjyrës së tatuazhit. Në momentin që hiqet tatuazhi, pacienti ekspozohet në diell, mbetet një efekt, mund të themi, hije e bardhë, që ka të bëjë nga fakti që quhet efekt fantazme, që nuk ka të bëjë në vetvete se nuk arriti lazeri të heqë të themi tatuazhin, por kemi të bëjmë me një element që tatuatori kur ka çpuar lëkurën, ka shkaktuar një cikatrishe. Gjithsesi duhet të mirëmendohet para se të bëhet, po dhe sigurisht të gjehet të themi specialisti i duhur në momentin që duhet të heqim një tatuazh. Një këshill në veçanërisht duhet ta them që këto lazera duhet përdorur nga mjek specialist. Shpeshherë shikojmë pa ulur vlera, domethënë nga tatuatorët tanë shqiptar, të cilët janë shumë të mirë në punën e tyre, por ndonjëherë marrin makineri të cilat nuk janë në lartësinë e duhur për të hequr një tatuazh, shpeshherë prishin punë te mjeku për të mirën gjithmonë të pacientit. Para se të vlerësoni të hiqni tatuazh, merrni 2-3 opinione dhe mundësisht nga mjek. Doktor, kur duhet të fillojmë të merremi me trupin me qëllim që kur të vi vera të jemi në formën e duhur për të dalur në plazh? Atëre, kirurgjia plastike shpeshherë në periudhën para verës, të themi, në moment që ne do ekspozohemi në diell, që të fillon në vendin ton, fillon që në maj, mund të themi, ka njerëz që fillojnë në prill. Kjo është periudha adapte, marsi, prilli është periudha që njerëzit kërkojnë dhe fillojnë të kërkojnë trajtime të ndryshme, si mund të jenë trajtime të mjekësisë estetike, trajtime të trupit dhe trajtime të themi kirurgjisë plastike. Në moment që arrim në periudhën e verës, nuk është mirë të bëjmë operacion kirurgjisë plastike. Operacionet këshillohen të bëhen periudhë dimri. Trajtimet e mjekësisë estetike që mund të jenë makineri, të cilat përmirësojnë zonat e trupit celulitit, mund të bëhen në këtë lloj periudhe dhe sigurisht me informacionin e duhur, sepse makinerit kanë arritur në nivele të larta për të dhënë maksimumin e pacientit, po flas për makinerit të cilat janë safe për trupin e pacientit. Kirurgjia sigurisht duhet marrë parasysh që firmos një konsens dhe futesh në anestezi totale dhe në këto rasti duhet t'i konsiderojmë që të gjitha rrisjet e kirurgjisë dhe rrisjet e trajtimeve estetike, po në këto raste trajtimet estetike që mund bëhen në një ambient mjekësor janë trajtime që nuk kanë rrisje sepse përzihet pacienti që në fillim. Kirurgjia ka rrisjet e veta dhe në moment që pacienti është mirë, nuk duhet të tërhiqemi nga ky trendi. Po shikojmë shumë pacientë në këtë periudhë që po janë duke përdorur duhet të themi gjithë këto pjesën e ilaçeve të cilat lidhen me pjesën e diabetit dhe normalisht fillojnë dhe humbin peshë në relativisht në një kohë shumë të shkurtër dhe sigurisht bashkë me këtë lloj trajtimi kërkojnë, duhet të themi, dhe trajtime makineri. Në këtë periudhë mund të shikojmë domethënë që jepet maksimumi te këta pacientë. Për sa i përket trajtime me makineri, sepse bëhet në gjysmëore apo në një orë trajtim dhe nuk ka rrisje të një kirurgjie. Doktor, shumë faleminderit për intervistë. Dhe unë ju falenderoj për ftesën.